Esselamu alaikum. Ka histori që shkruhen në libra, por ka edhe histori që ruhen në zemrat e njerëzve. Në trojet tona shqiptare, me shekuj me radhë, besimi islam ka qenë dritë që nuk është shuar kurrë. Kjo dritë është ruajtur nga shtëpi të thjeshta, nga zemra të pastra, nga imam dhe dietar të cilët kanë punuar për të ruajtur dritën apo fjalën e Zotit. Ky podcast është një rrugëtim nëpër ato kujtime, një rrugëtim dhe frymëzim nga njerëz të cilët pak njihen, por që lanë gjurmë të thella në historinë tonë shpirtërore. Sonte në këtë emision kam nderin dhe respektin e veçantë që të kem të ftuar imamin e xhamisë e cila është ikone e Tetovës. Pra, sonte me mua është imami i xhamisë së Pashës, Hafiz Abdulbaki Efendi Kasami. Mirë se erdhët hoqë, selamu alaikum. Wa alaikum selam, mirë se gjithë. Hoqë, dhe na tregosh pak për fëmijërinë tënde. Si kanë qenë prindrit tuaj në raport me fe? Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kam lind në fshatin Lërc. Në fshatin Lërc, si zakonisht, ka pas hoxhallar të dalluar, ndryshe nga disa fshatra tjerë. Në fshatin Lërc kanë shërbyer hoxhallar të njohur, të cilët pastaj kanë qenë edhe shumë rol kanë luajtur në qytetin e Tetovës. Unë nuk I kam mbrinj ata të gjithë, për shembull, kam dëgju, prej prindërve kam dëgju se në fshatin Lërc ka qenë ligjërues hoxha I nderuar I nxjerri Mollagarip Efendiu, I cili edhe sot e kësaj dite është përdoret edhe përmendet gjithmonë. Ka qenë një hoxh shumë I respektuar, shumë I nderuar, shumë I vendosur. Shumë me radhë ka pas edhe hoxhallar tjerë, të cilët për në atë kohë kanë qenë ixhazetli. Në kohën kur unë kam qenë në shkollë, kemi pas ka qenë Daud Efendia, edhe ai shumë I aftë, edhe ixhazetli, edhe hoxh, më thonë që kishte një huri të thella. Prindërit e mi, kuptohet, unë nanë kam pas motrën e hoxhës të nderuar Molla Mahmud Efendiut, më thonë Mahmud Efendiu, ka qenë daja im, edhe si familje, sa I përket çështjes fetare, janë familje dalluar. Më thonë prej fshatit Çiflik, edhe kanë pas shumë hoxhallar. Jo vetëm. Pra rrjedhni nga një familje hoxhallare, është ta them. Do të thonë ka nana, jo vetëm Molla Mahmuti, por kanë pas edhe shumë hoxhallar tjerë, por nuk kanë kry detyrë si imam, por kanë qenë hoxhallar dhe kanë qenë të ditur. Pastaj ka lind daja, Molla Mahmud Efendiu, edhe e ka vazhdu detyrën si hoxh, edhe si malim, edhe pastaj si muhafiz. Edhe pastaj ka pas një daj tjetër, më I madh se hoxha, më I madh se Molla Mahmuti, e ka qenë Haxhi Nurimani, rahmetullahi alejh. Edhe kurse baba im ka qenë punëtor, por mbas luftës, për shkak se ka qenë I lindur në një periudhë shumë të vështirë, do të thonë ka qenë I lindur në vitin 1920, ka qenë periudhë e rëndë shumë, edhe shumë I ri ka shkuar në gurbet. Edhe, me thonë, ka shkuar në gurbet në Beograd, për shkak se rrugët kanë qenë të mbyllura atëherë, ashtu ka qenë situata mbas viteve 1920-s. Edhe aqe ka punu punë të ndryshme, por në me thonë shumë shpejt ka filluar të punoj me transport, por në atë kohë në Beograd nuk ka pas automjete, por ka pas kanë bën transportin me kuaj edhe me kështu u kanë thonë në atë kohë shpiliter. Edhe ashtu ka vazhdu të punoje Haxhi babajem, deri ka vitet 1960, edhe atëherë kur me ligj I kanë ndaluar kuajt në Beograd, kanë filluar me transport me kamion.
Kurse nana, ashtu si që përmenda, ka qenë motra e Hoxhës, Molla Mahmud Efendiut, fetare, si motra e Molla Mahmudit. Po. Po, ashtu. Do të thonë, ju e keni pasur vetëm se atë backgroundin fetar, pra dajen e keni pas. E dim se ju jeni ndër hafizat e parë të Rahmetli Molla Mahmudit. Si ka qenë ajo periudha, kur ju keni shku për të bë hifzin tek Molla Mahmud Efendiu? Po unë si fëmijë më kujtohet pak, si fëmijë kur kom pas 6 vjet, 7 vjet, ashtu disa herë në ëndër këm pa ezanin e Medinës, e këm pa xhamin e vjetër të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Mashallah. S'kom ditë se për shka punohet, se kom pas idejen, se i kom pas 7 vjet, 6 vjet, 7 vjet. Por në ndërkohë, një ditë, kishin ardhur dajallarët, dhe me thonë... Te motra. Dajallarët, po, kishin ardhur, dhe me thonë daja Nuriman, Haxhi Nurimani, edhe Hoxha, Molla Mahmuti, kishin ardhur. Edhe ai daja i madh, dhe me thonë Haxhi Nurimani, mi tha, Haxhi Nonosteme tha, këtë gjallin do ta marrë, do ta bëj hoxh. Mashallah. Edhe ajo tha, po, me plot dëshirë, nana i tha, me plot dëshirë, mere tha. Tha, u sos kjo punë, u kry kjo punë. Edhe pastaj kur unë mbarova klasën e 4 fillore, edhe pastaj erdha këtu në Tetov, por erdha të dajallarët. Dhe me thonë të daja Haxhi Nuriman, baba i muezinit në xhamisë Pashas Hafizimerit, edhe të daja hoxh të Molla Mahmud Efendiu. Dhe me thonë, kam qëndru ati 4 vjet, prej klasës 5 deri klasën e 8, edhe me thonë, kam qenë në shkollë një stikball, edhe me njerë kam fillu me mësimin e shkronjave. Me thonë, kur e mba mend si fëmijë kështu, kur këm ardha ditë, ka qenë verë, pasi mas përfundimit vitit shkollor, edhe këm ardha ti, Hoxha ishte në Bafqe, kër kanë edhe shpinë edhe sot e kësaj dite, edhe ati e këm fillu në e bete e the, do me thonë së parën, edhe fillove në Kur'an, edhe në Kur'an në disa faqe, edhe pastaj Hoxha tha, kalojmë drejt në hifz, një tërkohë, edhe leximin e Kuranit, edhe hifzin. Vakalu kunu huden o nasara. Edhe kështu më rënd fillu, dhe me thonë, ishte fillimi i hifzit. Edhe në tjetër, në istikball, vazhdoja shkollën fillore. Do thonë, prej atëherë jeni largu ma prej familjes, keni qëndru tek dajallarët, e keni mësu hifzin. A është e vërtet se jeni hafizi i pari, Molla Mahmud Efendiut? Hifzi në xhaminë e Pashës, në thënë, kishte pas, para mu ka fillu Hoxha me hifz, me muezinin e xhamisë Pashës, me Hafizimerin. Me djalin e vllaut. Me djalin e vllaut. Por ashtu ishte fillim edhe ka qenë i provë. Edhe kur erdha une, nuk kishte shku puna mirë, nuk kishte shku, dhe me thonë, kishte ecë edhe një debër, ashtu si i thonë hifz. Po. Dhe pastaj, si erdha une, edhe kur filluam, shashu bam, prej dy u ba, edhe i tretjet ka pas një Shaban Selimi, rahmetullahi alej, ka ndroj jetë, edhe i filloj me hifzin. Edhe pastaj në shoqëri kështu, më mirë shkonte, edhe Hoxha tha, ne do të provojmë, qofse del me sukses, do vazhdojmë. Ishte kjo me thonë, si të them kështu, eksperimental. Se Hoxha nuk ishte përvuaj për hifz në të kohë, edhe dul me sukses. Edhe vazhdon edhe sot e kësaj dite. Dul me sukses, edhe pastaj masi dul me sukses, edhe Hoxha e vazhdon pastaj me hafizat, por me kushtet rënda në atë kohë. Me kushtet rënda, por me gjithat Hoxha
Nuk ka shiqu kushte atë mira, atë leta, atë rënda, po e veç ka punu, atë dimën aftoft, atë nëzirë, nuk ka shiqu kështu, veç ka punu, edhe pastaj si dul me sukses, edhe pastaj ka vazhdu, edhe pastaj unë kam shku në shkollë në Shtetet Arabe, hoxha ka vazhdu, pasi ku martu një imam ka vazhdu, deri sa ka ndru jetë. Po. E përfunduat hifzin, e krytet me sukses. Pas kësaj vendoset që të shkolloheni për hoxh, të merrni dhe me thënë rrugtimin për shkollim. Si e vendoset që të shkoni në tokat arabe? Kur unë 1975 kërri hifzin, edhe pak ashtu si kur u vonova, edhe isham një vitin e parë, isham në Prishtinë, në medresën Alaudin, duheshte që vitin e parë të përfundoj kështu i rregull, pastaj të kaloj i rregull, po s'ka qenë në nasib, s'ka qenë kader, edhe prej aty unë ndërpreva, edhe vendosa të shkoj për Shtetet Arabe. Po ajo vendi kalimtar për të gjithë nxënësit edhe studentët ka qenë Damasko, për shkak se në atë kohë ka qenë shumë lehtë për shku në Damask. Nuk ka pas ndonjë problem për shku në Damask, ishte lehtë për shku. Dhe kështu që unë isham i ri, kam qenë i ri, domethënë kam pas 15-16 vjeçar, edhe do ishte të marr rrugën të shkoj për në Damask, po se kisha ide se si duhet të shkoj. A kurse ati të xhamia Gomgamit kishe ardhë hoxha i nderuar, hoxha i ndjer, rahmetullahi alej, Hamdi Efendiu, Abdi Hoxha, edhe gjatë kohës kur mësojshim hifzin, shkoshim ndëgjoshim dersin ati, të xhamia Gomgamit, edhe pastaj unë ju drejtova ati, thash, nuk duhet të shkoj në Damask, a do vish ti të më qesh mua atje, se unë isham i ri, po hoxha i nderuar, Allahu Rashanuhu e gradoft me xhenet, ai tha, jo, nuk ka nevojë të bëjmë shpenzime, tha, vllau im, sa të janë familje hoxhallarësh, këtë hoxhallarë, dhe ai tha, vllau im shkon për Kairo, ai kishte kry, Ahmed Hoxha, Allah është përbleft, a qenë imam Raqës, tash është pensioner, edhe tha, vllau im do shkon për në Kairo, në shokët e vetë, po atërësi është ashtu duhet shkojnë, se ne kur shkojshim për në Shtetet Arabe, do është të kalojmë ose në përmes Stambollit, ose në përmes Damaskut. Edhe ai tha, në shkojnë në përmes Damaskut, edhe do të qojnë ti Damask, edhe pastaj ato vazhdojnë për Kairo, dhe që ashtu ndodhi. Dhe me thanë, Ahmed Hoxha, ka qenë një hoxha nderuar, Zenon Berisha, ka qenë një profesor medrese, dhe ajo është në penzion. Recep Osmani, ka qenë një hoxh edhe djali hoxhës, një Usame. Të kështu me ato, unë dala ati në Damask, ata vazhdojnë për Kairo, edhe unë vazhdova shkollimin ati një vit. Një vit, ku qëndrohat ati? A e mbani mend lagjën ku keni qëndrohat? Ajo qendra ku kanë qëndru, se kur kanë shku në nxënësit, do më thonë prej Jugosllavis në atë kohë, ishte Jugosllavi, në Damask ajo ka qenë një medrese shkollë e vakfit. I ka pas emrin Furkan. Shkollë vakfi, po ka pas edhe disa shkolla tjera të vakfit, që kanë shku, kanë kry shumë hoxhallar prej Tetove, prej Maqedonie, prej Jugosllavi. Kurse unë isham të shkolla që quheshte në Furkan, dhe ati, me thonë, kam qëndru prafërsisht 2 javë në gjumë, pasi kisham bu hifzin, dhe... A ju ndihmonte ju vetëm mësoni gjuhën ma lehtë, apo? Hifzin ndihmon të shumë. Hifzin ndihmon të shumë, do me thonë, hifzin ndihmon ashtë shumë sa që zhvillon trunë në njeriu, sa që me thonë, në qoftë se kishte problem do një landë për ta mësuar, nëse nuk kishte mundësi ta kuptoj, shumë shpejt të mësojsha përmendsh. Megjithëse unë nuk kam pas princip të mësoj përmendsh, pa e kuptuar se kam kalu kur njerë, dhe ta kuptoj në thelb, po pastaj, por
Po të kisha nëzuar diçka nevojë kështu, e mësosh edhe përmenç, librin komplet e mësosh përmenç. E jo ma gjohën. Se hivzi është e shumë diçka puna madhe, zhvillon trunin, e zhvillon shumë. Edhe unë ati në shkollën Furkan, këm qëndru një 2 javë diçka këm qëndru në gjumë. Edhe tash unë nuk qëndroj këtu, tash unë këm kry hivzin edhe shumë fjallë këm të njohura. Edhe se isha i dobet, me thonë me 2 javë. Edhe kalova, bën një provim të shkurt kështu edhe kalova viti parë. Kalova viti parë, edhe ati u desh shumë me punu, për shkak se ato profesorët të ishin gabime kje, pse kalova viti parë, do është të rish në gjumë, edhe unë do është të shtërgjohë shumë punoj për të tregu se nuk këm bo gabim. Edhe ma në fund, alhamdulillah, e tregova suksesin edhe vitin e parë, dhe e kalova, dhe me thani, fitove dhe dhurat, për shkak se e mora vitin e parë, vendin e parë në klasë, edhe mora dhurat prej shkollës. Edhe, me thonë, kjo ishte për në Damask. Në Damask një vit, pastaj vitin tjetër, këm qëndru vetëm gjatë sa kohë, sa këm përgatit dokumentacionin për shku në Medinë. Tani filloj të punoj ajo ëndra që e kishit pa ezani në Medinë, apo? Nuk e këm pas idejen se që është ajo ëndra, edhe atë kubën të xhamia, ku është pjesë e vjetër të xhamia pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Por kur ishëm aty në Furkan, atë medresën Furkan, edhe disa nxanës prej shkollës shkuan haq. Edhe kur u kthyen, i ri nuk këm pas idejen une, s'këm pas njohuri për universitetet, për kështu. Edhe pastaj këm shku për një qytetit, për një vendit, dhe me thonë qyteti vogël të tova, edhe ata, kur u kthyen për haqit, fillon të treguen se i kanë pas studentët të qenë në Medinë, edhe kanë vizitu Universitetin Islamik në Medinë, kështu edhe. Fillova unë të interesohem se që është puna, si është puna, edhe me automatizëm blindi ideja se unë do të shkoj në universitet, edhe e nisa një letër për shtëpi, mi dërguan të gjitha dokumentat e duhura, po atëre posta shumë gjatë shkojte, për të marrë një letër me muj. Edhe prej atje në Damask, i përgatita të gjitha dokumentat, i përktheva, i vërtetova në për ministri, në ambasat, kështu i kisha dokumentat e gatshme. Gjithë këto ju i keni bo vetë, si i ri i keni bo vetë pa përkrahjen as kujt atje, sepse keni qenë vetë, apo? Të gjitha këto vetë i kom bo. Me thonë sakrificat që keni kalu në atë period. Me plot dëshirë, edhe kështu këm shku vend, çdo vend ku ka pas nevojë, qështu këm hinë për ministrinë, për aso, i këm bo të gjitha dokumentacionin, edhe pastaj, mbaroj viti shkollor, erdha, u ktheva për në vendlindje, edhe, kur Allahu donë, diçka të ndodh, ajo do ndodh, edhe rastësisht kështu, dhe me thonë, gjatë pushimit veror, edhe, këtu në Tetov, qendra tregtare e Reshtash, aty ka qenë pazari, ka qenë tregu i Gjelbërt. Dhe aty e tokoj një hoqë. Edhe ai ka ndru jetë, Allahu xhenet liebat. Ai ka qenë Jakub Muhamedi prej Shishovës, prej fshatit Shishov. Dhe ndëgjova se bisedojnë për në universitet, për në shkollë në Medinë. Unë jam interesuar për të ardhur në Medinë. Sa, a kjetu një dokument, po i kom të gjitha. Kom i sjellë, edhe unë shpejt shkova, edhe ja pruna. Ja solla ati, edhe ishte student atëra që në Medinë, në fakultetin e sheriatit. Dhe ja pruna dokumentat, ti muraj dokumentat, po ai ishte njohur që në Medinë shumë, kishte shumë shok. Allahu xhenet liebat, edhe tha, inshallah dhe pranohesh. I mor dokumentacionin, shkoj. Kur pastaj merr lajmi se unë isha pranuar atje.
në Xhamiatul Islami, Universitetin Islamik në Medina. Por dokumentacioni gjatë rrugtimit ishte ngatruar dikund. Edhe, do të thonë, ambasadë Arabisë Saudite në Jugosllavi kishte, edhe kështu që si me ja bo gjë, me ja bo, çka me ja bo, mora rrugën për në Damask. Për në Damask që, më thonë, nëpërmes në nxënësit i thash, i tregova këtij Jakub Efendiut, rahmetullahi alej, i tregova se unë e kam marrë Damask, ma dërgoj vizën në Damask, edhe pastaj e shpejt ma dërgoj vizën në Damask, aty në Damask u pajisa me vizën Arabisë Saudite, studentore, edhe pastaj shkova në Medinë. Tani, para se të shkojmë në Medinë si student, si nxënës si student, dallimi, çfarë kishte diçka të veçantë? Mund ta bëni krahasimin e Damaskut të atëhershëm edhe Tetovës atëhershme. Krahasimin mes Tetovës edhe Damaskut. Tetova në krahasim me Damaskun, çka të thash, është njeriu në vend lindje i bëhet mirë. Tetova ka ambient të këndshëm të mirë, por Damasku është diçka metropol, diçka një qendër në kohën e Romakëve, Bizantëve, në kohën e Halifatit, në kohën e Umavidëve, Abbasidëve, edhe sot e kësaj dite. Damasku është një qytet, një qendër. Një qytet diçka, jashtëzakonisht diçka. Edhe ato janë edhe me përparim edhe me kulturë. Po se ndodhin situatat për këto çrregullimet është diçka tjetër, por ndryshe. Damasku ka qenë qendër, është edhe do mbetet. Qendër e dietarëve edhe kulturave të ndryshme, po pastaj, domethënë, është shumë herët qendër e kulturës islame, edhe vazhdon të jetë qendër e kulturës islame. Tani hoq, ju si e keni pasur periudhën si nxënës, domethënë, keni qenë vetë, keni pas shok tjerë shqiptar, si e keni përgatit ushqimin, për shembull, teshat, kush u halante atje? Si e organizoshit jetën si nxënës edhe si student? Në Damask, në Siri, në Damask, aty kushtet kanë qenë modeste. Ajo shkollë ka qenë shkollë, ashtu si që tash, shkollë vakf. Do me thonë, me donacione mbaheshte. Por mësimi ishte i mirë shumë. Kishte shumë profesor të mirë. Edhe se ajo ka qenë, do me thonë, atë kanë trajtu si shkollë, do me thonë, fillore, disa vjetë, edhe shkollë e mesme, për shkak se atje ka qenë shkollë e mesme 3 vjetë. 6 vjetë ishte fillorja, pastaj 3 vjetë ishte, i thoshin mutavasita, pastaj edhe 3 vjetë shkollë e mesme. Ati ishin kushtet modeste, një kohë me banu ati të shkolla, jo ka qenë një xhami e kishte emrin Morabit, a dër xhamin ishte shkolla, edhe kishte ati edhe për banim, kishte, do me thonë, zonës prej Evrope, për Azijës, kishte Ziza, kishte prej Afrikës, edhe kushtet ishin të dobët. Ati ne, për shembull, për të hangër hajshim jashtë, pastaj çdo kush, varesht si organizoheshin nxënësit, 2 vet, 3 vet organizoheshin për të përgatitur ushqim, po ushqim thjesht për të përgatitur, jo ashtu diçka. Edhe unë, do të thonë, prej ati u takuam me profesorin e nderuar, sot është profesor në Fakultetin e Shkencave Islame Tajudin Bislimi. Dhe ati, do me thonë, e kalumat vit ati në shkollën Furkan. Pastaj me këtë profesorin e nderuar, e kemi vazhdu shoshnin, edhe sot e kësaj dite e kemi shoshnin nivel. Po në Medinë, atër, kur shkot në Medinë, si ja bëjshit me këto sendet personale, për shumë jetën, përveç se në fakultet ose në shkollë, duheshte të angazhoheni, ekonomikisht kush ju mirëmbante, kush... Por në Medinë, Arabia Saudite, më thënë,
prej momentit kur pranohet studenti në universitet, edhe mund gjithçka e ka të siguruar. Gjithçka, do të thonë me bursë, me gjithçka. Edhe shtash unë kur kuptohet se ka pas vështirësi për të mri deri atje. Pa në atë kohë, për shembull, thonë prej këtu për të mri deri atje, ka pas vështirësi se me thonë, nuk kom shku unë drejt në Universitet Xhamiat al-Islami, Universitetin Islamik. E për të shku prej Tetove për në Damask, prej Damask kemi shku thjesht me tren, me autobus, me ndalu këtu. Qëndro disa ditë atje. Kuptot, po. Do me thonë, kom shku prej Shkupit për në Stamboll me tren, pastaj kemi shku me autobus. Autobusat vjetë, rrugët e vjetra, rrugët e dopta shumë në atë kohë në Turqi. Kemi shkuar për në qytetin Antakya. Pastaj prej aty kemi shku me minibus deri në Kufej, prej Kufenit kemi kalu Kufenin kështu dhe kemi dalë. Pastaj me taksi kemi shku në Halep. Halep është profesisht prej Kufenit janë 20 kilometra kështu. Prej aty kemi shku me autobus për në Damask. E deri se kom mrinë Medine, kur kom shku në Medine, e pastaj atje në Medine, me të shkuar në Medine, si kom shkuar, në aeroport, kur kom mrinë në aeroport, kuptohet se student në Universiteti Islamik kishte shumë student. Edhe unë se kom pas ide, i ri shumë kom qenë, me thonë, nuk i kom pas edhe 17 vjetë. Edhe me dalë ati prej aeroportit, dikush prej studentëve, zezak, ne s'kishim pas zezak, këtu më të në atë kohë, se s'ka pas shumë jetë informimi. Edhe tha, pa mu kështu, se kishte prej Evropës studentë shumë ati, shumë shteteve ka pas në Universitetin Medines, tha, a shkon ti në Universitetin Islamik? Thash po. A do vish me mu? Po si jo tash. Edhe, do me thonë, s'disha edhe ka të shkoj. Thash po do vi? Tha hajde. Edhe mur, shkuam në bashkë ba. Tash ti masi ma frove në dim, tash më tregosh tash ku duhet shkoj unë. Tha, po që të dekanati për çështjet e studentëve, ati më caktuan vend banimin ku do jem. Dhomën më caktuan se ku do të banoj. Më njoftuan me disa shokë, të cilët ishin prej Jugosllavisë, në atë kohë shqiptarë, Maqedonisë. Edhe prej aty shkova në banesë. Banesën, do me thonë, nuk ishte vend në brenda në konvikt në universitet, në brenda në kampus, edhe kështu që universiteti kishte marrë me qira, ndërtesa në qytet në brenda. Edhe fati imi ishte që unë të banoj afër xhamisë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Xhamin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ku pas një 300 metra kështu larg prej atij ku kom banu unë. Te ndërtesa ku banosha, pa ju banesa ishte, do të thonë që universiteti kishte marrë me qira. Edhe fillova prej atij me autobusa në shkoshim për autobusat e universitetit, universitet gjigant diçka me buxhet shumë të madh. Hoxha Baki, kur shkot në Medine, a kishte edhe shqiptar tjerë në zanës, student, shok tjerë shqiptar, a gjetet atje? E po, ashtu si e përmenda, pak më parë, më thënë, si gjenerat e parë, në Universitetin Islamik, më thënë, ka qenë doktor Recep Boja, i cili ka qenë kryetari i Bashkisë Islame dhe pastaj më vonë ambasadori i Republikës Kosovës në Riyadh. Ka qenë Muhammed Jakubi, prej fshatit Çollopek, i cili jeton në Mekë. Dhe pastaj kanë filluar të shkojnë më tepër studentë atje. Edhe pastaj më vonë, do të thonë ka shku në Medine, ka shku Jakub Muhamedi i fshatit Shishov, dhe ki ka kaluar në jetën e ahiretit, Allahu xhaleshanu me xhenet e gradoft. Edhe pastaj ky Jakubi ka qenë shumë i shkallët, edhe kështu që shumë student, do thonë, edhe kishte edhe shoqëni, edhe kishte
njohuri të shumë shok ishte që në universitet, edhe kështu që ai ka marrë shumë studenta që në Medine. Ka qenë profesori arabishtës indjeri, rahmetullahi alej, Recep Jusufi, pastaj ka qenë Recep Nuruddini, profesori i hadithit me dresa, ai ka studiuar fakultetin e hadithit. Ka qenë profesori i Kuranit, Hafiz Shafiu, dhe ka pas, do me thonë, kemi qenë një numër i madh i studentëve prej Jugosllavisë. Edhe ka pas pak prej Bosne, ka pas prej Maqedonia dhe prej Kosovë. Dhe kemi pak, do me thonë, këto përsa i përket numrit të studentëve dhe të nxënësve. Gjithashtu kemi pas edhe profesor shqiptar, profesor Vehbi Sulejman Gavoxhi, ne kemi pas profesor në shkollën e mesme. Gjithashtu edhe kemi vazhduar me atë mësimin të Xhamia e Pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, për shkak se në Xhamia e Pejgamberit sallallahu alajhi wasallam aty me shumë nxënës mësojnë. Edhe ne kemi pas takimin mbas akşamit, si zakonisht kur kemi banuar në universitet në Konvikt, me autobus kemi shkuar që kemi falë akşamin edhe kemi vazhduar mësimin me Vehbi Sulejman Gavoxhin, me profesor e nderuar, ose kemi dalë për shëtitje kështu, pastaj kemi falë jasinin me kthyer në Konvikt. Po unë kam banuar më shumë në qytet, se sa në Konvikt brenda në kampus. Unë kam banuar aty afër xhamisë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, do të thonë në fillim kur kam shkuar. Pastaj kam banu një lagje Kurban, Sharia Kurban. Jo është rruga për në xhaminë e Kubas, kur shkon prej Medinës. Edhe pastaj kam banu brenda në universitet, pastaj vitin e fundit, vitin e 4 fakultet, kam banu prap, jam kthye në qytet, afër xhamisë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe, do me thonë, edhe student, profesor, gjithashtu edhe edukatorin e kemi pas shqiptar i Sirisë. Shekh Emin, e ka pas emrin Emin. Pas përfundimit të universitetit, vendoset bëni edhe magjistraturë, po këtë radhë në një vend tjetër. Jo, pas e kom kry fakultetin, 1985, atëherë ka pas shumë kushte në vendet arabe, ka pas kushte shumë mira për studiu. Se në Arabinë Saudite, më thonë si student, me burs, edhe sot e kësaj dite janë, me burs, edhe burs të mirë. Edhe gjithashtu, edhe të gjitha me bileta, do me thonë, i ka siguru universiteti. Bursat, biletat, veshmbathje, ushqimin, gjithë shka kër kemi qenë në mrenda në Konvikt. Kurse kur kemi qenë në qytet, kemi përgatit edhe vetë ushqim. Edhe pastaj në 1985, masi unë mbarova, kryva fakultetin e shariatit, u ktheva në Jugosllavi, edhe pastaj në fund të vitit 85, vitin 86, kam qenë ushtar. Pastaj kur u ktheva prej ushtrije, edhe se unë dëshira ime ishte që të vazhdoj magjistraturë edhe më lart, mirë po ashtu ndodhi që sikur u detyrova të punsohem. Më parë jeni punsohem, do me thënë, para. Po, se u detyrova të punsohem. Mas jam punsu, qenë ka vitet 1995, kam regjistru magjistraturën në Beirut. Në Beirut, atje, do me thënë, kam shku vetëm për provimet, kemi pas provimet, pastaj temën. Dhe në Beirut, kam qenë unë, bashkë me në hoxhën e nderuar Jakub Hasipin, Jakubin e Slupçanit, kemi qenë bashkë, kemi banu me një dhomë, po edhe në Siri kemi qenë bashkë me këtë hoxhën e nderuar. Dhe pastaj aty, kemi kalu provimet,
provimet të magistraturës, edhe për të vazhdu të temën e magistraturës, nuk patëm mundësi, për shkak se si kërkuam leje qëndrimi atje, edhe se ishim të regjistruar në shkollë, kërkuam leje qëndrimi në Liban, në Beirut, ato nuk ne mundësun. Nuk ne mundësun edhe na detyroshin që të marrën vizë për në Liban, të marrën vizë në Beograd, për shkak se nuk ishim ambasadë. Situata ishte, atëherë ishte Jugosllavi, situata ishte e vështirë në Beograd, atëherë proveshmo nuk ishte, kishin fillu të problemet, kështu që në Beograd s'kishim mundësi të shkojmë, edhe ndërprem. Me thonë, mbasi i përfundon provimet, edhe nuk patëm mundësi, as unë, as Molla Jakub Hasibi që ta vazhdojmë. Unë gjithmonë kur visha këtu, kur isha student, kur visha, se unë jam rritë të Xhamia e Pashës, aty jam rritë, me thonë, aty kam mësu edhe kam qenë në Istiqbal shkollë, e në qëtë ambient jam rritë. Edhe ato haxhilierët, ato xhamati asaj kohe, me thonë, në shqyqeshën si Xanas, për shkak se mësëshim për hifz, shumë, dhe ka pas disa haxhilierë, shumë, që kanë, janë kujdes shumë janë kujdes për ne, e veçanërisht për mu. Me thonë, më kujtohet sigur se ka qenë ai në moshuar, Haxhia Sherkalishta, haxhillar tjerë, edhe ato ishin shokët e Hoxhës Mulla Mahmutit, kishin respekt shumë, edhe ato, me thonë, na mirë mbajshin, edhe na ata kur visha si student, kur visha aty, ti duhet kthesh këtu imam. Se kisha idenë se duhet bëm imam unë. Ata më thoshin se ti këtu kur do vish duhet bësh imam. Tu në këtë xhami. Edhe pastaj ashtu ka qenë caktim kaderi Allahu xhaleshanhu. Dhe në 1986 isham ushtar, 1987 u punësova si imam në Xhaminë e Pashës. Në Xhaminë e Pashës. Që sa vite jeni në Xhaminë e Pashës? Prej 1987. Dhe thonë, erdhët në Xhaminë e Pashës edhe ishit u kthyt si njëri ndër hoxhallarët me fakultetin e përfunduar të jurisprudencës, si u pritët prej xhamatit edhe prej kolegëve hoxhallar tjerë? Si erdha në Xhaminë e Pashës si imam, fillu me aktivitetet, fillu me punë, xhamati ishin shumë të interesuar, edhe fillu me rregullime. Të Xhamia e Pashës fillu me rregullime, me muret e Xhamisë së Pashës, konservime, kështu me kërkojshim që të realizojmë ato, edhe xhamati ka pas shumë shumë interesim për punë. Aktivitet, çdo kush, i gjithë xhamati ishte i gatshëm për të përdon kontribut, edhe kështu që xhamin po se po, edhe muret e xhamisë, po edhe parkun e bam për disa vjet, e kemi marrë vendin e parë në Maqedoni, si park më i rregulluar, ajo ka qenë me kontributin e xhamatit. Sa i përket hoxhallarëve, me hoxhallarët, unë isham ashtu gjenerat, kur erdha, si faktikisht ishin moshe, imamat ishin në mosh, vetëm unë, edhe isham i ri, edhe ka qenë më i ri, para me, ashtu si që për me, dhe ka qenë edhe Hamdi Hoxha, imami i Xhamisë Gomgamit. Pastaj fillu me, kishte seminare, muftinia në atë kohë organizojte seminare, dhe fillu me seminaret, u njoftu me hoxhallarët, mu veçanërisht nuk kanë prit shumë mirë. Dhe një kanë vlerësu për ata që keni qenë. Po, shumë. Edhe pse keni qenë i ri, po e kanë vlerësu. Po, unë i ri, po ato më kanë respektu shumë. Si udhëheqësia, se duke filluar prej, unë e kom brej edhe reisin e parë, në Jugosllavi ka qenë ai Hafez Bedriu.
Edhe me atë u taku në Hash, unë basi kom qenë në Medinë, ai kur vishin në Hash, u taku me atë edhe me xhallar tjerë, udhëheqësit e Hashit. Me thonë, Hafez Bedriu nuk vite në Hash, si reis, po kështu organizator të Hashit ka qenë Tahsin Efendiu, po kanë qenë këto në muftinisë të Tovës, kanë qenë, ka qenë edhe Jakub Selimovski, ish reisi Bashkisë Islame, ka qenë Suleiman Rezhepi, në kohë, me thonë se atër nuk ka qenë reis, ka qenë në referent. Me thonë, këto kanë qenë marrë me Hajin, kurse ne kemi qenë atje si nëzonë, si student, kemi kontribu për Hajit, edhe na kanë nderu, shumë na kanë nderu, përveç asaj na kanë stimulu, edhe pastaj, kur ktheva unë këtu, ktheva se njihesha me të gjithë këtë. Mohamed Efendia ka qenë mifti, në atë kohë Mohamed Efendi Dauti, i Reqesës, edhe me thonë, fillova si imam, edhe me thonë me hoxhallarët e vjetër, kështu një bashkëpunim shumë të mirë, kom pas me të gjithë hoxhallarët e Tetovës edhe të rejonit. Në hoxhallarët e fshatrave, të gjithë me të një shumë mirë. Kemi kalu shumë mirë, shumë bashkëpunim të mirë kemi pas. Hoxh, tani, prej familjes tuaj, prej rrethit tuaj, prej djemve tuaj, kush e ka trashëgu profesionin tuaj? Ka ndonjëri që e ka trashëgu profesionin tuaj? A keni pasur ju dëshirë që ta trashëgoj, apo ai vetë e ka marrë? Po ç'tash, unë dëshira ime ka qenë, unë kam tre djemë. Dëshira ime ka qenë të tre, të vazhdojnë këtë rrugtim. Mirë po, ati unë duke dash që të fitoj shumë, ndoshta kam bë gabim pak, për shkak se me thënë, të gjallin e matë e kom regjistru në gjimnaz dhe në medrese. Tu mendu se të bëhet më i aftë edhe gjimnazin edhe medresen. Dhe gjimnazin e ka kry, po medresen ka fundi e la, e ndërpreu, edhe hifzin, dhe me thonë hifzin ka deri në devrin e 4 edhe ati e ndërpreu, për shkak se u përcaktua të vazhdoje në orientim tjetër, edhe sot është e magjistri drejtësisë. Qetëri mendova, e regjistrova në shkollë të medicinës teknik domës, tu mendu edhe në medrese, ama tu mendu se masi ta krye shkollën e mesme, për të dije kisha fjalë, masi ta krye shkollën e mesme, di orientoj të shkoj në fakultet për fe. Mirë po ato, pasi shkollë të mesme, shkollë tjetër edhe mon nuk u orientohen në shkollë për fe, edhe ma të i treti su mendova hiq drejt e regjistrohen medrese. Edhe si zakonisht ai mund të flet vetë, ai ka pas dëshira se ka pas dëshirë, ndoshta shokët e kanë thonë atëherë se pse shkojnë medrese, po pastaj si zakonisht neve fëmijëve hoxhallarëve që na thonë jeni ba me zart, po që nuk është atill, më duket. Po mirë, ama nuk i ka dalë keq, mirë i ka dalë, pastaj domethënë ka shkuar në medrese i rregullt, ka kryer medresen, ka kryer fakultetin në Stamboll, ka jetuar shumë mirë, ka kryer magjistraturën në Stamboll, ka jetuar shumë mirë. Edhe tash punon si imam, edhe të vazhdoj rrugën inshallah. Po, njëri nga ato të paktën do e vazhdoj rrugën e babës. Inshallah do e vazhdoj rrugën inshallah. Ne jemi njerëz që harrojmë, shumë shpejt harrojmë hoxh, po në emër të xhamatit, të rrethit ku keni punu, unë ju falenderoj shumë që gjithë jetën tuaj ja keni kushtuar dinit islam dhe nuk keni mposhtur asnjëherë edhe për krahas vështirësive që i keni pas. Ju falenderoj shumë nga zemra që ndatë kohë edhe të vini edhe këtu tek ne. Edhe juve falenderoj shumë, unë ju shpresoj sukses. Këto nuk janë histori të panjohura, janë histori që u ka ndodhur shumicës prej hoxhallarëve tanë. Me shpresë që këto histori edhe më tepër në zemrat tona të ngjallin respektin për këta hoxhallar të cilët jetën e tyre ja përkushtuan fesë islame. Deri në episodin e ardhshëm, Esselamu Alaikum.